Ka qenë e veçantë mesha e kësaj të diele në kishën e Zojës, pasi ajo u kremtua nga shkëlqësia e tij kardinali Ernest Troshani. Për këtë arsye ishin të shumtë besimtarë që u mblodhen për të qenë dëshmitar të kësaj meshe. Ishte Dom Artur Jaku, rektori i Bazilikës, nëna e Këshillit të Mirë, që paralajmëroi ardhjën e kardinal Troshanit, duke e cilësuar këtë një ditë të madhe për Shkodrën. Sot e kanë këtu si një shenjë pranisë së Zotit. Ai për te moshës së thyme, ai është këtu me ne, sepse Zoti ka dashur që për me thonë shqiptarëve, për me na thonë ne që vujtja vërtet është e vështirë, vujtja nuk kalohet lehtë, por ai që beson në Zotin, ai që shpreson në Zotin, ai që nuk dorëzohet kurrë, Zoti ja shpërblen. Në fakt, kardinali sot është mesin tonë për te moshës së shtyme i pranishëm me na thonë që Zoti është me popullin shqiptar. Gjatë fjalës së tij në këtë meshë, shkëlqësia e tij, kardinali Troshani, u kujtoi të pranishëmve referuar në dokumente se si figura e Zojës së Shkodrës, shekuj më parë nga ky vend bëriti në Gjenacan të Italisë. Për ekzistencën e kishë këtu Zojës bekume, në 1464, ku Shqipënia u pushtu për tjerëve, Gjergji e Desklavish flas me dokumentin shkencor autentik historik që gjendet në arkivin e Vjenës, jo fjalën tëm, legjenda këtu, e dokumentuar. Gjergji e Desklavish kur je një tan di ofën Zojës bekume. Shohin angjujt, marrin kuadrin e Zojës për kësaj kishë, kësaj kanë këtu tjetër e po, në këtë vend e shohin hava. Për të modën Zot, a që shka e mundshme. E na kena vështirë me kuptu se ena trunë jonë është i shkull, e i vogël, e zymt. Gjergji e Desklavish me angjujt kalojnë e Taraboshën, kalojnë detin Adriatik, mërrin Rom, të një kanë të angjujve me kuadrin Zojës bekume. Flas me dokument shkencor, flas me Barceleta, në më të kishë Zojës bekume. Hinë Rom, shkojnë Rom, italianët habiten për petka tyne, për gjuhën e tyne në Rom. Atër që mish, si gjithmonë u preshin e në kam prit, jena 2000 sa në Itali, e fusin me hangë bukë në mështërant, hanë e pinë, bukuri. Mje po, shqiptarët, pa gjuhën, pa kuptu mirë, e prinë prapë, darën jashtë, shohin prapë angjët me kuadrën Zojës bekume, e prinë në Gjenacan. Angjët e ullin, kuadrën Zojës të mure që kishte fillu një pjetërush e vej, e shpeta, po shpirtin e malëfart, me nërtu një farë simbol të kishë në Gjenacan. Vetëm forcimi besimit të Krishti e bën botën më të mirë dhe njerëzimin të jetojë në paqe. Krishti është njën të jeta, Krishti janë krijuesi i gjithësisë, Krishti është gjykatësi i madh që do vinë nesër, Krishti është pari i mirë, Krishti është shpërblyesi, Krishti është lumia e të gjithë njerëzimit. Krishti dini e kuptoj mirë, nuk është vetëm mbreti ose shpërblyesi i katolikëve. E ka të gjakun për 8 miliardë 300 milionë që jenë sot në botë për gjithë njerëzimit, katolike, muslimane, ebrej, panteiste, kush do të kjo. Por, donë me pa ndumit parrinjit. Gjatë celebrimit të meshës, kardinali Troshani u bëri thirrje besimtarëve të ndihmojnë më të varfrit dhe të tregojnë humanizmin e tyre në çdo moment, pasi kështu ata bëhen besimtarë të devotshëm të Zotit.